Situata në Myanmar është bërë gjithnjë e më dramatike pas tërmetit shkatërrues që goditi vendin javën e kaluar. Me një bilanc të viktimave që ka arritur në 2700, numri i të mbjetuarve që po përballen me kushte të vështira vazhdon të rritet. Rreth 6.7 milion fëmijë jetojnë tashmë në një vend të shkatëruar nga uria dhe lufta civile, ku 32% e popullsisë është nën pragun e varfërisë. Duke përjetuar frikën e tërmetit, banorët kanë shpërndar dëshpërimisht informacionin për situatën që po përjetojnë. Njerëzit tani kanë frikë nga pasgoditjet dhe po flen jashtë në rrugë ose në fusha të hapura, tha një punonjës i Komitetit Ndërkombëtar të Shpëtimit në Mandalay. Sidoqoftë hapësirat e sigurta në qytete janë shumë të pakta dhe ka një nevojë urgjente për tenda për ata që shtëpit e të cilëve janë shkatëruar, si dhe për ata që kanë frikë të flenë në brendësitë të tyre për shkak të pasgoditjeve. Lufta civile në Myanmar, pas grushtit të shtetit të ushtarakëve në vitin 2021, ka komplikuar përpjekjet për të arritur tek të plagosurit dhe të pastrehet nga tërmeti. Në Mandalay, banorët po përpiqen të nxjerrin kufomat nga rënojat, por mungesa e pajisjeve dhe ekipeve të shpëtimit e ka bërë punën e tyre shumë të vështirë. Një banor i tha për Reuters se megjithse njerëzit janë rikthyer në ndërtesa gjatë ditës, ata ende nuk guxojnë të flenë natën. Media shtetërore raporton për 3900 të plagosur dhe të paktën 270 të zhdukur. Ndërkohë, qeveria e Myanmarit shpalli një periudhë zje kombëtare prej një jave që nga e hëna. Tërmeti me magnitudë 7.7 ball goditi Myanmarin më 28 mars në një thellësi prej 10 kilometrash dhe pasgoditja e tij kishte magnitudën 6.7 ball. Instituti Gjeozizmik Italian ka raportuar se goditja kryesore ishte 300 herë më e fuqishme se ajo që goditi Amatricen në vitin 2016.